do kemi shumë kohë ta diskutojmë, por ka një, le themi, mini lajm politik këtu i ndrit. Avokati i popullit ka patur një pakt mes PS-s dhe PD-s. PD-ja hodhi firmat për Endri Shabania, ku janë firmat edhe njerëzve më të rëndësishëm nga Flamur Noka, nga Jorida Tabaku, Oert Bylykbashi, janë shumë emra të rëndësishëm, Ina Zhupa, pra të gjithë votuan për Endri Shabanin. Befas PD-ja u tërhoq. Ndërkohë PS-ja i mori firmat dhe me shumë gjasa nesër votohet Endri Shabani. PS-ja ndërkohë nuk ka as nevojë për votat e PD-s, por unë nuk dua të merrem shumë me procesin, por dua të merrem me këtë. Çfarë po ndodh me klasën politike? Pra, shkohet drejt marrëveshjes, pastaj edhe sot po ta dëgjoni Berishën, ai nuk është shumë i mërzitur që do votohet Endri Shabani, pra duket që pakti është në rrogoz. Çfarë po ndodh me dy partitë e mëdha? Denis, kjo është vimësi e temës që po diskutonim më parë. Pikërisht. Ju thata do mbetet Partia Demokratike ashtu. Mendoj se do të mbetet, sepse për momentin është çështje psikoze dhe psiqike, nuk është më çështje politike. Domethënë, zoti Berisha i ka rekrutuar 300.000 demokrat në psikozën e tij, në retorikën e tij, në gjërat e tij, në mënyrën si flet. Pra, shikojini, kur erdhi Donald Trump në pushtet në Amerikë, tha që Donald Trump do ta shkrijë spakun sepse është strukturë e Sorosit. Erdhi sot përfaqësuesi i administratës Trump, pra i Marco Rubio, dhe takoi spakun dhe i bëri komplimente. Dhe me shumë gjasa përcaktoi dhe pastarsin. Pra, askush nuk guxon të thotë, zotëri, ne kemi mbajtur këtë qëndrimin, sikur spaku është krijesë e George Sorosit. Si ka mundësi që ky Marco Rubio dhe administrata e tij vinë dhe e lavdrojnë dhe e marrin në mbrojtje? Askush nuk guxon ta bëjë këtë pyetje sepse është struktura nën psikoz. Nuk është çështje politike, është psiqike. Vim tek avokati i popullit. Është tërhequr Partia Demokratike nga procesi. Vetja kanë dhënë firmën, pastaj tërhiqen nga procesi. Po. Çfarë do thotë kjo? Nuk e do avokat të popullit, mos ja jep firmat. Po. Shkojnë 35 deputet i japin firmën dhe pastaj thonë duam t'i tërheqim firmat. Po pse? Nuk do kishte asgjë ilegjitime që të thoshin, me qenë se e kemi pjesë një pakti politik që ka filluar qysh me Fatosnanon, që avokatin e popullit e zgjedh opozita, ne kemi figurën tonë. Është ky figura ose ai. Pse se bën, po shkuan drejt paktit? Sepse është drejt marrëveshjes PS-PD. Është çështje një psikoze. Çfarë marrëveshje PS-PD ka ky, sepse është vetë diskreditim publik. Pra ti tregon se nuk je i zoti, edhe kur ta lën ta zgjedhësh ti, të çosh përpara një proces politik dhe thua deputetët e mi kanë firmosur gabimisht. Si firmosin 35 deputet gabimisht? Për çfarë? Tani u prish pakti këtu, apo kemi diçka që mund vazhdoj nesër? Del një deputet dhe thot aty që nena i ka kërkuar Flamur Noka firmat. Po. Dhe thot mëngjes. Pra nuk pas ka qenë një gabim. Jo, orienti patjetër, se këtu kemi emra të rëndësishëm të Oert Bylykbashi, Jorida Tabaku, Bars Pahia, Tomor Alizoti, pra këtu nuk është se janë njerëz që s'dinë si firmosin. Elda Hoti, pastaj kemi emra të tjerë. Çështja e të diturit. Jo, dua të kuptoj çka ka ndodhur realisht. Çka ka ndodhur? Pra, ka ndodhur kjo që është një parti nën psikoz dhe nën çorganizim. Që nuk dhe është ajo gënjeshtra ndaj antarëve të vet. Shikoj nëpër Facebook dhe nëpër TikTok, të gjithë antarët e Partisë Demokratike janë kundër kësaj gjëje, thonë ky Endri Shabani është i Sorosit, ky është i shitur te Rama, edhe ju nxjerrin ata të tjerë që ju bëjnë replik, që kanë firmosur deputetët e PD-s, disa thonë është montazhi i Edi Ramës. Disa thonë ja kanë marrë komente më. Madje avokati i Berishës e ka quajtur, nëse gjej Gjokutaj, po do ta gjej pak se ishte një deklaratë që bëri buj në media. Çfarë ka quajtur? Po vazhdo se do ta gjej. Pra disa thonë është montazhi i Edi Ramës ajo fleta ku janë firmat e deputetëve. Okej. Disa thonë I ka bë diella. Po, jo, edhe diella, po thonë, e kanë bërë atë, ja, kanë marrë firmat pa emër, pa e ditur se kush do të jetë kandidati, ndërkohë që aty është emri. Tani, psikoza është kjo.
i ngre në revolucion kundër Sorosit. Në 2021 ju vendos avokatin e Sorosit. Ironia e Gjokutat është agent të Ramës, ndoshta për këtë e kishit po. Po pra, agent të Ramës, çfarë janë këta? Agent imobiliar të Deputet e Ramës? PD-s, agent të Ramës. Agent imobiliar të Ramës. Tani, më thuaj çfarë ndodh me dy partit këthe e tutje. Unë them këtë gjë, se e kisha më dëshirë të komentoj atë çfarë tha Platori, Po. në lidhje me çfarë ndodh me partitë. Partia Socialiste, nën udhëzimet e udhëheqjes së vjetër të lavdishme të shokut Ramiz Alia, ka ato manuale që thotë që partia reagon ndryshe në kushtet e kundër revolucionit. Kur borgjezia ndërkombëtare merr Shkove shumë larg. Jo, po të shpjegoj logjikën. Okej. Kur borgjezia ndërkombëtare merr pushtetin, partia përshtatet dhe konformohet me kundër revolucionin. Dhe në momenti kur t'i vi dita për ta marrë pushtetin prap. Tani jemi në kushtet e kundër revolucionit, ku Partia Socialiste do t'i përshtates konjunkturën ndërkombëtare. Pra konjunktura ndërkombëtare është kjo sot, dhe i përshtatet konjunkturës ndërkombëtare sepse konflikti me konjunkturën ndërkombëtare e shkatron si parti politike. Në një botë